Natyrisht e ka dëmtuar, dhe natyrisht kena e më sigur edhe Borrelli e ka pas një fjallë që do tjetë historike, nëse nuk jenë tavolina të rjenë meny, sepse je subjektit të tjerëve kur flasin për ty. Ne jem vend që duhet me luftu për tavolina, me zonë vendin tonë, jem me zonë të tjerëve, po vendin Kosova duhet tjetë gjithmonë në gjithë tavolinë. Këshure, kër është do marrëveshja e Washingtonit, Abdullah Hoti që ka pas bo në zyrën ovale, një prej pikave ka qenë që për një vit pezullohen aktivitetet për pjekjet për antarësim në aplikacionet e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Dhe që ka kanë bëhë këta njerës që e kanë bëhë Abdullah Hotit? Tradhtar, kombëtar, po se po, fyrje, sharje, e kanë sakatu, e kanë sakrifiku venin, e kanë interesat për interesat, bla bla bla, që 5 vjet ka ndodhë kja, 2020, apo? Po, në shtator 2020. 5 vjet, që 5 vjet, një vjet që ja pra se Abdullah Hoti pas ka marrë në qafë, që 4 vjet, asë një aplikim në asë një organizat ndërkombëtare. është bërë për që në Evropës, për së shtandarësuar. Asë një antarësim, këne, më me apliku gjithë kënë, dhe me shkun hanë, jo s'ka probleme, unë më me apliku për kredi që ta shkudusha, po, kur gjithë s'ka ndodhë. Dhe me thonë, 2 njohje ka ndodhë, djetë që ka ndodhë, njërën e ka prus në bazë mitësis personalet, veçet pacollit, kurse tjetra ka qenë prej Erdoganit, 2 njohje. Para mena, 4 vjetë, 2 njohje, asë ne organizat ndërkombëtare, kem dështu në Këshillit të Evropës, në mase parmen, Këshillit të Evropës me imbrojt. Ajo është kulmi i shkatërimit të diplomacisë tonë, sepse aty janë barikadu do kërkesat Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, cilat çdo qeveri ka me pas shumë të lashe me nxjerr Bashkimin Evropian prej atij barikadimit, sepse përveç atij barikadimit janë bërë do zotime të presidentit, kryeministrit, kryetarit kuvendit, ministrës të jashtme, po më duket që të katërtit janë në atë dokumentin se çka kanë me implementu e se si ndalë për aty të gjitha i kanë shkel. Prej asociacionit të respekti i ligjshmërisë në Kosovë që për çdo ditë e shkel kryeministri. Tokat e manastirit e tjerë. Tokat e manastirit, një mirë, ka thonë tokat e manastirit së burën kur gjë, dhe me thonë, politikisht. Nëse shkon me gjaktësi, lista sërbe ushtoj mujtë politikun e Kosovës sot për sot. Lista sërbe për arrin gjitha qëllimet e veta. Na ka marrë tokat e manastirit pas një kompensim, politike tyne o ka qenë. Kemi marrë sankcione për tyne, tasht kem të lashe serioze na kanë largu prej dialogut strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është mirë pak diplomacia Kosovës më unale me venu, mëre, a jem na veç për momentin në teren jem pak ma mirë, po politikisht kush ta fiton gjitho. Plus e fundit, bas njoftimit që ka dalë edhe në gjykatën kushtetuese të Republikës të Kosovës lista sërbe ka mujtë Albin Kurtin. Dhe përdojnë, du të më unalë veç me menu, nuk për thamë, une as moja unë në këti asar veç në leve, këshyre mirë shka ishë ka tajnë të ndodhë këti veni, se po më do këtë njështë nuk